Janë do saga që nisin e mbarojnë. Po kjo është historie një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje krejt pjesëmarrësit në komunikacionin në këtë moment. Uroj që nuk jeni nervoz, uroj që nuk ja u ka prish dikush shefin deri tash edhe pse është e pamundur me dalin për Prishtinë në këtë kohë, edhe mos me u bë nervoz, po sidoqë të jetë, kena më mundu për këto 45 minuta, 50 minuta sa jemi bashkë përmes Koavizionit, me ju relaksu pak, me dëgju pak tema, telefonata interesante. Edhe nga pak shako, pse jo. Mirë se ardhët në Drive Me Crazy, jena bashkë për 2 orë edhe me Klam Radio dhe 1 orë me Koavizionin. Mirë se ardhët për gjithë juve që po e keni pasur ditën shumë të mirë dhe suksesshme, edhe pse moti po vazhdon me qenë me mjegull, po nuk do të thonë që është minus 27 po. Për ndryshe ju që jeni në përvetura, nga ky moment mundeni me na dërgu foto, me na tregu ku janë pjesë më të ngarkuara. Ju presim në 049978978. Gjithashtu ju presim edhe me na tregu momenti më i bukur i nuk do më thonë veç i dhjetori, po momenti më i bukur i dhjetorit me na tregu i të gjithë dhjetorve, po në 049978978 është numri i telefonit që ju pret pasi ta dëgjojmë këngën e parë hyrëse, se kena këngën e parë hyrëse, është kënga e Gorina dhe Lu. Potencial në këtë fund vit me marrë një super dhuratë nga Petrol Company. Sa për informat, jemi drejt për drejt në YouTube Klam Radio 886 për juve që doni me na ndjek përmes YouTube-it, mundeni me pa edhe emisionin më njëherë mas orës 18 aty. Pastaj jemi në glamradio.fm, në koa.net, KTV, Klam Radio ETJ. Sa i përket komunikacionit, në këto momente na tregojnë se Kolon ka qasja për te kreti i Çaglavicës, Kolon e madhe. Pastaj Kolon ka dhe dalja për tek autostrada në Fushë Kosovë, Kolon shumë e gjatë edhe këtu. Me Kolon është edhe pjesa nga fshati Shkabaj deri poshtë Vetërnikut dhe po shihet e ngarkuar në këto momente rruga Luana Radinaj në drejtim për tek rruga UÇK, pra nga New Borni tutje, Kolon në këto momente. Këto janë informatat e para që kanë arritur në 049978978. E neve që kemi pranuar telefonatën e pare. Alo. Kush telefonon? Alisa, a i din që ky emision është plus 18 e dashur? I ka bote të mos gjatë kjo? Nuk e ke dit? Okej, na po të përshëndesim, po të përshafojmë shumë, prej nga do që për na thirë. Po, për ndryshe, thirrje telefonike duhet me qenë veç për personat që janë pak ma të rritun se 18 vjetë. Dhe dikon altë është në gjithë s'diku. Po, dikon e kum shtim pun dikon. Edhe po mundeni me na thirë. Po dikon është, do më thonë, amo punën e vetë është të e krykë, së shumë mirë. E kemi pas 2 tabela që na i pat rregullu shoku jam krenari që përshëndes nësë është tunani, jo politik edhe plus 18. Se ka qenë problemi kryesori i emisionit kur ka nisë në fillim edhe vazhdon të jetë, do me thonë. Edhe pas ta vitesh. Momenti më i bukur i dhjetorit. Kjo është tema e ditës së sotme, po flasim veç për këtë dhjetor, po dhe nëse këtë dhjetor ka ndodhur diçka e bukur, është mirë me nda me neve, po flasim në përgjithësi edhe kem të diskutu me Simin paraprakisht para se me fillu emisioni punën e borës. Që do të ishte momenti më i bukur i dhjetorit, sikur të kishim borë këtë vit, por ja që këtë vit kena mulon deti. Minus në zatë po, borë jo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, hova nga Keqekulla. Hajde hov, qysh je? Mirë, jo. Që kena Keqekullën e bukur? Mirë shumë. Më vjen mirë. Cili është momenti më i bukur i dhjetorit për ty? Momenti më i mirë i këtij mujet, jam pajtu me motrën teme. Se si një kanë pajtu me, ha? Momenti mirë. Edhe neve po na vjen mirë. A muj me të pyet për sa kohë keni qenë pa pajtume? Nanë muj. S'keni fol hesh një me tjetrën, a? Gjallë këtë pa arsyet dvogla. A bon me ta bo një pyetje? A bon me ta bo një pyetje? A burrat a folshen?
Asë që jo interesoj kjo, Bile. Po da ta që ka full që ka interesoj, ka thonë na bajanesqina, jo motrat po një që ka doni. Ata me prish nuk bën raportin kërëshesh, motrat na vetë s'ka ku e qenë. Ja, më çfarë, ata i kanë pajtu, dije. Ata i kanë pajtu. Shumë faleminderit për këtë emision shumë. Faleminderit ty hap që na telefonove, të përshëndes për qafaj shumë. Edhe mos ndodh më kështu nën muj, mos me bisedu, mos me fol me motrën. Ja 9 vjet ja hiç. Mos më shkoni me nën muj ka shpak. 9 orë maksimumin e keni kështu. 9 orë, hiç. As 90 bile. Lulzimi na ka dërguar një foto, na tregon për pjesën e rrugës Agim Ramadani që shen ka shumë e ngarkuar në këto momente, po shumë e ngarkuar po shihet. Përndryshe po e shoh foton që e ka bë prej Toyotës, Toyota RAV4. Vetura mrekullueshme që unë foli shumë shpesh për ta dhe ju them që duni me shku me boni test drive para se me vendos me ble çfarë do veture. Është një vetur 4x4, është hibrid me 2 motora elektriko, ka sistemin e sigurisë të jashtëzakonshme, edhe mundni me marrë super ofertë që është shumë e rëndësi, edhe i keni disa lloje modele që mundni me marrë. Adventure është njëra prej më të mirave, edhe i keni 10 vjet garancion tek Autotrade në Çaklavic, po jo veç RAV4-shin, me shku mi bë test drive edhe shumë vetura tjera të bukura që po ju presin atje. Sot e patëm një muhabet me një dost, tu e pi një kafe, aty nuk ke shti me shku me këshur si e gjarin, tha shkova me grun, tha u krypuna. Po, tha, ani se e gjari i kuq. Shko këshur shka dush, tha mo, tha vish po thot po. Se e gjari i kuq është do me thonë fantastik o shkencor. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush ta përshëndet? Remziu nga Gjilani. Remzi si e si kalon? Mirë përshkoj. Sta ku një zonin moti, ku je ka? Valloj, moti edhe unë bashkë e nova me vetë tash, ku jem kon deri tash. E ku jesh edhe tash? Pa, sa zveset që po, tani edhe si pensioner, hajt që atje edhe pensionet e mdhaja tani dej sa pyven në qysh mi argju sene, po do është një farë obligimi me nuk u mi argju gjitha do pensione e fjonë. Problem i avgjet venin. E vërtet se shumë i madh pensioni. Hajde, tregom momenti më i mirë. Milionera pensionera, se i kanë marrë pensionet që t'javë. Kallëzë javën tjetër. Çka kanë më bo? Miliardera tani? Jo. Momenti më i bukur i dhjetorit. Valloj, unë e kom pak si në shakall, pak si kështu kënga për kryetrimin e Kosovës nga Edona Lalloshi, ajo më ka bo hem më çmend, hem më tranu edhe zishka. Domethënë kur e ka kënu, ajo më ka bo më nish shumë mirë, më ka bo se nuk di që ka këngë treja çka se s'po kuptoj. Po një këngë tre ja ka kushtu. Mos ma pëlqen më sen, po ja pe di për çka po thu. Okej. Ç'ky është momenti më i bukur i jot i dhjetorit, a? Më i bukur domethënë për të keq. Sepse ti ndosh dikuj që kur pushën dorë. Unë na po flasim për momentet më të bukura, jo momentet më të këqija. Lutna, na tregom po. E bukur në atë aspektin tjetër. Tregom atë një moment bukur tani. Valloj, moment bukur. Mesën e kam shkallë të mesme, takova kujdesari klasës, ta është ndonë më e mira, do më thonë, disha një të vetin shumë. Që një moment i mirë i dhjetorit, okej. Shumë i mirë. Faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë e pas një pasditet mrekullueshme, edhe po na kurseni prej, do më thonë, se pedi e silli pak kështu, se tha direkt, po, adini bjen, kush e merr vesh, amo nëse doni më javë tregu drejt kështu një zbritje, që mundeni me përfitu deri në fund dhjetorit, e keni tek Enza Home zbritja deri në 50% mobilet e mrekullueshme, shumë aksesor, një attach bedding që e gjeni në Çaklavic kilometrin e 6 drejtim Ferizajt, ose e kërkoni me Enza Home Kosovë për juve që doni me pa dhe përmes rrjeteve sociale. Çe telefonata tjetër? Alo. Përshëndetje. Kush na telefonon? Sania. Prej nga na thirr Sanie? Prej Gjermanie, prej Stuttgart. Hajde Po, qysh që ta shpedi Dhe sa zbërtit i Abedini atje Nuk s'ka shtu e dit që Abedini Stuttgart Se s'ka zë ishë ma herët Alloj, nuk Veç pak se Sanie jem të e shkrujt një tem që tu se e harroj tani Po kom qef me diskutu na i dit me juve Hajtë ka zëna momentet ma të bukura dhjetorit Dhe i sot e shumë fjona Po, jo e shkrujta e përfundova Se kështë të shkrujtë Se me lapsë në dorë Hajde Sanie Dhjetori është për mu maj mirë Për mu është lëmëtëri se mi ka folë zëti gjithë minë qëtë mujnë. Ki 2 ditlindje do me thonë dhjetor 2 ditlindje Njone me kam me 6 dhjetor Njone me kam me 23 dhjetor Njona pas ka shku tjetra po vjen, a? Kush i ka ditlindjet? Fmit? Qika dhe djali, po I gzofshin, i festofshin edhe 100
Faleminderit me gjithë juve bashkë. Faleminderit, fala shokut. Edhe prilli pas ka qenë muj i mirë për juve. Jo veç dhjetori. Ja, për mua është dhjetori diçka se si ku lind gjithë mirë Diçka special. Tok përshëndesim. Tamam, pravera. Ciao. Po lexojnë lulet, është domethënë, është prilli është një pimujve më të mira, kështu se na jep një farë energjie të jashtëzakonshëm. Muaj i diamantëve për ndryshe. Po beka më vonë mos t'ja nisim një. Mos e di kur mbien. Mu mbien muaji i diamantëve, domethënë diamantët e rubinit, për ndryshe që kanë 20% zbritje në rubin. Edhe stolitë e arit kanë zbritje deri në 10%, kështu që juftoj me shku atje. E keni rubinin në Albin katin e dytë, e keni në rrugën Garibaldi aty pranë sheshit George Bush dhe 2 pikat e tjera e keni në Ferizaj. Shkujdes në kalimin, po. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje ti. Kush na përshëndet? E po dive. Po jena sar? Ja faleminderit mirë jo. Si po kalon? Ajo Allah tim që çojnë e pore qita besa. A ne? Jo, ma mirë. Jo, ma mirë. Në ko. A uzi mirë, po? Ai zotë botra me. Ai zotë. Do më thonë mirë. E hamë një përtet. E hamë një përtet me gjash. Ta mërmenja, po. E farë tarani të e shiu, kështu të e sila. Okej, tregona momenti ma i bukur i dhjetorit. Momenti ma i bukur i dhjetorit është 5 sekundat e mram që ka lënë kjo vit me vujtje me sakrifica e Henrit i ri tjetër 2026. Mua trego më naj moment mirë që e ke pas në dhjetor. Momenti më i mirë tim është. Në 22 dhjetor mbyllën firmat në për Evropë. Na vim argjimtar. Momenti më i mirë është se vin shumë argjimtar. Që do nalo? Shumë argjimtar edhe vin shmallu me familje, na vjen lek. Ka sa kanë mundësi. Mos me postu i kur gjohet. Edhe vini hargjojnë në anën dhe vetë, ja një shtypje popullit Kosovës e na liku është alëtën, me gjëspej presën që të 2 pushime që i kanë. Për vit 3 edhe që atëre qeshori Karriku. Faleminderit aser që na ke telefonu për të përshëndesim shumë. Ska zho urime, me gëzime, me familje, vitë tjetër. Jo, jena këtu për urime apet, jena për urime, kena emisionin e fundit, kështu që moni me na thirë me na uru atere, po për ndryshe mos e veç kem të Vera Tarani, jo veç kjo, po edhe 2200 lloje të tjera i gjeni në Serious Wine. SeriousWine.com për juve që doni me ble online, jeni jashtë, doni me lën gati kur të vini me pas krejt gati, pra 2200 lloje të verave dhe pijeve tjera festive, edhe ato me zbritje deri me 31 dhjetor, 30 deri në 50% zbritje. Futuni aty edhe ishin e gjitha llojet për juve dhe më thonë që keni qef jo me kong kështu, jo ma omël, jo ma asi, jo ma thot, jo ma kështu, jo dhe kreti keni. Të shtotrijave që di, ma shumë zi. Me qëllu, do më thonë aty më pejton, keni një 2 djemë mrekullueshëm, keni me met një 2 sahat. Wine tastinga? Po, që është kjo, se që kjo është ama që është deli prej aty, se tani e vetë, ani dit, asha, keni na i farvene diçka për kredit, adin, që shkon me kredit. Cila do shkon? Me rëndësi me pi. Alo. Përshëndetje. O, Gone, përshëndetje. Përshëndetje artë shoku arse ma i mire edhe Fiona. Faleminderit shumë shoqja ju në ngushta. Faleminderit Gone, që është kemi? Mirë, faleminderit ju si e ne. Mirë, për mrekulli. Gone. Si po kaloni këtë pas dita? Bukur. Cili është momenti më i bukur i dhjetorit për ty? Për mua është momenti më i bukur, djali ka pas ditëlindjen me 12 dhjetor dhe këtë sukses e ka përmbyll këtë gjitha pesha. Bravo. Faleminderit Gane që na telefonove, sukses dhe shëndet tutje. Ju uroj një pasdite të këndshme. Faleminderit, bashkë me juve, faleminderit shumë. Mos harroni pakot e Ipkos për kudo që jeni në Kosovë, sidomos ju që jeni me parapagimi, keni 3 super pako nga Ipko, tip mini, tip super edhe tip max. Varsisht nevojave që i keni ditore lidhur me minuta, me SMS, por edhe me internet, e me një pakon që ju konvenon, se cila nis me 200, 300, 500 minuta nga 100 SMS ju ka se cila pako, kurse interneti nis nga 3 deri në 15, por me 3 abonimet e para keni me marrë 2 fishin, dhe më thonë 3 plus 3, 15 plus 15, ose 8 plus 8, Ipko. Në çdo dyqan keni informacione ose edhe përmes aplikacionit.
Përndryshe ju që jeni në qëto rrugë do të me pas derivate shumë, koncentrono. Ku për shumë? Dalja autostradës fush Kosovë se është kolon shumë e gjatë. Për me hym Prishtinë nga fshati Shkabaj kolona shumë e gjatë deri poshtë Veternikut. Për me ardhë në drejtim të Prishtinës me u qas rrethi Çaglavicës është pjesë shumë e ngarkuar, nëse që do e keni petrol kompaninë, moshni ju. Pastaj është poshtë Veternikut kolon, është rrethi me flamur rrethi i spitalit, rruga Agim Ramadani shumë e ngarkuar nga Udhkyçi i Menzës te komuna dhe ana Sjelltas dhe rruga Luana Radina në drejtim të rrugës UÇK dhe ana Sjelltas për tek rruga Tirana. Këtu janë informata të radhës që kanë arritur në 04978 Alo. Alo, përshëndetje Arsi, mirëveti. Përshëndetje, mirëveti. Si je Stuttgarti sot kokakti? Mirë, jo Zvicra. Zvicra ti. Ja vbona me sy këtyne po nejse. S'kisum kje po. Si edhe si kalon? Mirë, faleminderit, ju si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit, edhe ne shumë mirë jam. Hajde tregona momenti më i mirë i dhjetorit për ty. Cili moment ka qenë më i mirë i dhjetor? Momenti më i mirë në dhjetor është se sot Mbesa e ka ditëlindjen, Mbesa që ti e ke qellu që është Mbesë. Mare fion, mos u vet që thash më herët vish pret diçka kur ndodh edhe me ty. Ç'kjo është puna dytësore e cimit, s'di sa e den. Ja qilloj dynë sa. Në vend ginekologut vinte cimi vish mi kshyn sy një herë dhe e den ai ka çika djalë. Edhe dikur. Bravo bretem. Për ndryshe e pas ke po tash diçka ti e ke vonu, diçka në far pune. Domethënë është ditëlindja e Mbesës, kjo ta bën ty dhjetorin shumë bukur. Një vjeç që i mbush sot, po ashtu edhe vajza ka me 23 dhjetor. Kështu që 2 datat janë të rëndësishme. Shumë faleminderit që na ke thirrë i boft edhe 100 tjera, ju boft krenar, e urrit me shëndet edhe faleminderit shumë që je pjesa jonë. Faleminderit, ju përshëndes, kaloni mirë. Kalon mirë. Çka ke thonë këtu se s'po të kuptoj. Për muajin prill. Jo, ku s'di, ma çka kum thon. A ke shkruajt, Çka ke shkruajt se s'po kuptoj? Jo, veç ato në fillim mos e lexo këto pjesën tjetër lexoje. Po tani të kallzoj pse, sepse me ideja kondicionerët me inteligjencë artificiale ju mundsojnë domethënë për me kursy energji elektrike 30% më shumë. Për arsye se ajo inteligjenca artificiale është me punu veç kur ka nevojë, e mat temperaturën brenda edhe do e rregullon vetë, s'keni nevojë mi kallzu kur gjë. Me ideja kondicionerët i gjeni me super ofertë në çatu ndaljet Prishtinës e keni tek zona industriale, tek ai rrethi. Çe telefonata afjon. Pas ka ndal parashikime të reja, s'po dia me t'i kallzuar ju. Merë telefonatën. Mos më befasa. Jo. Përshëndetje ty Arsen, përshëndetje ty Fiona edhe krejt diaspora, përshëndetje. Kush na përshëndet? Neve këtu në diaspor. Shukre e Rëtkoseri nga Ferizaj. Qysh je Shukre, a je mirë? Qysh tu pa? Valha mirë jam, po beli valha, veç po vitu për trije, po na vjen diaspora, po vjen, po na vizitojnë, po pim kafe me ta, po pim kafe. Që po shkon për mas me vjetë kështu? Që po për trijesh? Momenti më i mirë, hajde që më shkurt. Momenti më i mirë, lajmi më i mirë do të jetë dhjetor. Ministri i Financa kur të na rrit pensionet, apo jo vetëm mu pensionin, edhe punëtorëve, ja, lutem, ojzoj, krejtë me na rrit. Me na rrit pensionet e rrogat, çka ka me kon momenti më i mirë. Okej. Faleminderit shumë për të përshëndetjen shumë. Edhe na shpesh bojna thirrje, kush do që ka mu zgjedh, kush do që ka mu votu, kush do që ka më qenë kryeministër. Rritni pensionet, mjaft me këto premtimet e kota që po i bëni për sektore pa lidhje. Pensionet more. Çka po do të ndritë ka për të diçka. Kisha pas çef me a pesë shërt mërzime në që po e ndërprej ose po e kundërshtoj. Jo, Shukri, edhe na dojna pensionet me uricë, edhe na nesër mas nesër se kena dhe shumë larg, kena me qenë vend juaj, kështu që dojna pensione më të larta. Përndryshe me 23 të këtij muaji do e kemi një mysafir special se vicon më konfirmu. Po, edhe keni me u kënaq, me u bë gati për me dëgju, domethënë në super intervistë për fund vete keni kështu bash asi interviste për shumë. Amo hiç kena më të kush. Jo. Edhe amo kur të buan çata dy, domethënë dy limona me një vena, diçysh në breshët. Tash ç'a më boj Fiona, mos po mbrëndos çka. Jo, s'kish ka më pyet. Alo, përshëndetje. Hiç dal intervista as dinas kam ja nisë kam me pitis. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Doja. Doja të përshëndet ty edhe më të mirën. Ku je dajosh? Fiona. Kan më të mirën, bre daj, kan më të mirën. Si edhe si kalon daj? Mirë, faleminderit. Qysh e ke pas ditën? Ai mirë shumë, fantazi, koha mirë, super. Po më vjen shumë mirë. Daj? Porna.
Hajde tregon për dhjetorin ti, momenti më i bukur i dhjetorit për ty. Po që shkurt, një herë shkurt, po të regoje tani pak ma gjatë një sele. Hajde. Dhjetori është mas 3 vajzëre më ka lind djali. Po. Në vitën 94-tën. Po. Edhe gdimi shumë i madhë ka qenë. Po, qa e dhjetor? Po, e dhjetor me 84, të shenë në Turqi për butik me marë sene. Edhe pasen s'kom pas edhe po në nalë policia. Edhe për këme pulla, pa paten. Ati shokut. Për i përboziti, unë e pak manina dhe po ndromë shumë, në s'kom paten. Ani, pa. Unë ndromë në erë polici të nga aty. Tha, shofer Kim, kush është shofer? A i edhe i zitë cigarë, tha, une. Kur t'ju ka quen ma e t'gishtave shqipja. A e hëngër doj, ha? E hëngër një, ha? Në zetë. Tha, jo kë. Ti më shtonë edhe në ato në tjetër, tha edhe një, tha, edhe po më rana. Gjang, gëndën tjetër, ti më bëna i gare me mua. Ja me bash moment i mirë ka konë. U kënosh doja tu kesh. E dhoni shaknosh tu kesh o doj. Nej, doj, faleminderit shumë që na ke thirr. Ju përshëndes se ju dua pa mos. Doj ti betën çka bën ipi për dojën, po? E di valla. Çashtu, faleminderit shumë, kalofsh mirë. Ciao, doj. Për ndryshe për juve që shpak. Puna e pensioneve që përmendëm. Veç titullin e lajmit po du me lexu pa i hyj detajeve. Ç'është edhe me temperatura dje, veç titullin me ishin njerëz që po në me jena tu mërdhi. -20 ana 15 gradë. Është aprovu pa dia ku shpallen të paligjshme nenet që obligojnë pensionistët të lajmërohen në departamentin e pensioneve. S'ka nevojë që duhet me u lajmëruar çdo 6 muaj jetë, domethënë, gjykata supreme pas ka shpall të paligjshëm ato nenet që janë të cekura këto obligimet e pensionistëve. Nuk po du me hyj detajeve, mandej në ndërkohë mujna me lexu edhe me në pjesën e dytë pak me elaboru, po një lajm i mirë, paktën diçka. Pak. Me kon me ni mas një ore edhe që rritë pensionet. S'm jam me fol Fiona. Vazhdo. Për Superbok e pa ta fjalën, po për atë birrën më të mirë në Portugali dhe jo vetëm, edhe që e gjeni tani domethënë edhe në Prishtinë e Kosovë, gjithandej me Superbok si vjet me festun do sarane. Çef telefonat. Alo, kush telefonon? Përshëndetje, Sali. Hajde Sali çaj do po. Qysh, ka tha? Qysh je, a je mirë? Mirë. Ti, a je mirë? A jeni mirë ju? Se kërsiti diçka para se me folti, kup, thash çka tu bo Saliu. Po, kesh ty nejt diçka, po. Cili është momenti më i bukur i dhjetorit, Sali? Momenti më i bukur i dhjetorit, kishna i pak te këta që po premtojnë shumë, e kishin me realizu bile 50% është shumë pozitiv. O lejt momentin të në kallëzo, bre? 50%. Po të momentin e dhjetuoj që e filloj tash. More për ty personalisht, te që shëshion dhjetore. A për mu e? Për mu, për atatat, në rest e kanë. Po për mu, s'po dive shka me thonë, dimni në ka harë, s'po dive shka me thonë, momenti ma i mirë dhjetoj që... S'po di shka me thonë e pa Mjegëll, është një vardim një ftoftë, nuk është sa që në Gjermani po flas. Po. Sa janë temperaturat atje për momentin për shembull? Për minus 1 sot mëngjes, minus 2, një pikë shtë. Nuk është shumë ftoftë ama, nuk është shumë ftoftë me kështu realisht. Dimni i kalum me kalumën me fol është shumë unzej koha. Po, pra. Se të kalumën për shkak dhjetor, unë e di me 2 nëntor këtu në Gjermani me 2003 ka rabor me 2 nëntor. Ka pas rabor. Kemi pas dimra shumë të ftohtë, e fatkeqësisht kot nuk janë dubo thirrje krejt bota që në kam për ndryshimet klimatike, po nuk e di. Apo mirë dikush pas. Po inshallah bëhet mirë. Çfarë më inshallah Gnalona. Mirë, faleminderit shumë, Sali, po të përshëndesim shumë mirë qyshjo. Po tash me çitash inshallah me hije tash tema shumë zgatë. Po kështu vit natën e mirë ose ditën e mirë. Me kalën e mirë ju përshëndes. Në Prishtinë me inshallah do të më dalë çdo qysh se domethënë kjo mjeglla ka bo dhe arin mos vetesh. 049978978 ka arrit edhe një herë disa informata sa i përket komunikacionit, edhe një herë po rikthehemi pi ju tregojmë për çastin tek rrethi Çaklavicës me kolon dalja autostradës në fush Kosovë me kolon nga Veterniku lart, kolona vazhdon tutje deri tek rrethi ambasadës, nga fshati Shkabaj deri poshtë Veternikut, rrethi me flamur rrethi spitalit tutje me kolon, rruga Gim Ramadani me kolon nga komuna deri tek
deri tek Fontana. Kolon shumë e gjatë rruga Agim Ramadani dhe rruga Tirana për në shku tek rrethi brapa stadiumit Fatit Vokre. Çudi ajo rrugë me qenë ngarkuar. Komplet gati rruga Tirana, veç edhe pak mrin atje te rruga B, domethënë me kolon në këto momente. Komplet qyteti është me kolon. Uj rrugove, ka do që shkoni me veti, mos harroni uj rrugove. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Çto e pas? Ne ndëgjues nga Vushtria. Hajde ndëgjues nga Vushtria. Si je, si kalon? Mirë, ju si jeni? Si është Vushtria, mirë? Mirë, vëlloj, u knaqëm të pi qaj fort mirë. A dhe ti, a i ke përzijet së da joa? O, vëlloj, ka gja mirë. Po, më vjen mirë. Momenti ma i bukur I dhjetorit, mja që I qaj do limon. Qërë pa limon s'bo heq. A s'bo pa limon, a? Jo, vëlloj, unë e pi edhe pa limon, veç gruja s'ma pi pa limon. Okej, e momenti ma I bukur I dhjetorit? Momenti ma I bukur I dhjetorit, nipim I bënesër 3 vjet, edhe gjithashtu edhe mesa mi ka bo 3 vjet, do më unë 2 pi përfrin që Naj moment tjetër përveç ditëlindjeve, a ka naj moment tonin kështu personal, diçka që ka qenë e mon men, thu që ky dhjetoru konë shumë I mire ka pas qëtë moment, përveç ditëlindjes. Ja, Allah, ja, që tërsans. Okej, në regull jena, faleminderit. Që dita që tu e vëlla. Faleminderit, po të përshëndesim shumë. Që tu e kon gëzimin ma të modhin për këta 2. Qofshi gëzum gjithmonë me ta, tung. Faleminderit edhe be juve. Hajde gjithë mirat. 038 400 040 është numri I Swiss Diamond Hotel Prishtina për krejt ju që doni me I rezervu tashmë festat e fundvitit, duke nis nga 24 dhjetori, 25 dhjetor, mandej me 31 dhjetor, me 1 janar keni program të jashtëzakonshëm. Po ndalim te 31 dhjetori në ata gala ku keni me pas performancë nga Albana, nga motrat Kelmendi, Albana dhe Albina. Edhe me 1 janar do të performoj Irma Libohova, kështu që edhe një herë rezervoni paraprakisht, shikoni nëse kanë mbet vende ende ose jo. 038 400 040 ose edhe përmes rrjeteve sociale e gjeni Swiss Diamond Hotel Prishtina, ku edhe mund të shkruani dhe të merrni përgjigje nga stafi. Çe tjetër? Alo. Tunga tjetër. Tunga tjetër, kush na telefonon? Mësues I Peshegës. Po çush je mësues? Mirë, besa, mirë, unë e kishna... Jo, se më kom mësafir në Fushë Kosovë, e ka pas gjallë nipi ditëlindjen e 8, veç ma të shkosha, ma... Edhe u smuna, ajri I keqve motër me komunikacioni dendon, të lovi. Unë mësun zhegra tje, kam me filtera. Po, s'jon veç, mund po mëllimen ju që e nërë atje, nuk e di këta ata pushtetar shka lypi që faftyre kanë me lyp vota kur nuk e di në botë që ka këso loj të lovije. A çka ndodhi? Përveç që të pengoj ajri edhe zhurma të lovija. Apo një me ke pësushën... Osë më una rash në shtratë, këtu edhe fitovës, bashkë zotin. Hajde qofte kalume mësus. Ta qesat keqa, për pensionista që përthojnë të pleqërijës, e vetma e Kosova që I jep pensionen e të pleqërijës. As Serbia, as Macedonia, as Shqipëria, as Bullgaria, as kërkush. Qysh po mendojnë pensionet pleqërisë? Po dhe që I kanë mos 65 vjetë, për shumë pa punu kërkuna e shumë Në moment që I bëha një seleksionim, I mirë field I pensionistëve, ka njëri që I pi Turqijes vjen merë pension, pi Macedonijës, pi Zvicës, pi Gjermanisë. Nëse këta klasifikohen e ju lypët, adresën e që lypët, atëherë ka mësi, aty në mi avhek, aty në mi avshtu 200.000 bon. Kemi shumë raste prej shqiptarëve edhe në diaspor që kemi që marrin pensione. Ka e merr pensionin e Zvicrës 4.000 franga I merr 150 euro. 4.150 euro, kur gjosjen mos baj gore. Lëvizin nga pak, se s'kan qare pa lëviz nga pak. 4.150 euro, kur gjosjen mos baj gore. 4.000 për pensionist. Moment që I tërhiqen ata edhe shtohet pak fondi atëherë ka mos I mirë bon këtu në 200, 250. A bishet që për me dosht vendin, për me dosht vendin ka shumë mundësi. Në më thonë për me kontribu për vendin, po ka shumë mundësi. Thu qële, une e kom pensionin e qapodijun e Austris. E kom pensionin e Austris, edhe a bën me ma jek, se s'kom nevoj për pension, nuk po du me lodh shtetin ma shumë, kum punu atje, kum kontribu atje, po më përqenë shumë. Ti je qaj rasta? Kum punu 20 vjetë, kum punu në përshirë, kum punu në përshirë. Ti mi Fushë Kosovës, për që ta t'ka munu ajri këto ty. Ne, bese, nuk shkoj, mos I më ma fala ndërtesës. E vërtet. Faleminderit për shëndesim, o mësos, tung.
Kalofsh mirë. Përshëndesim qoftë kalume, faleminderit shumë. Po shkojnë pak në Albi se po shkojnë në Albi. Po në Kolon ka dalë dole te nalt. Ajo që jeni lidhje telefonike, pritni vis pak. Jemi rikthyer edhe njerë, mi u tregu juve që jeni në përvetura se Petrol Company në të gjitha pikat ka super ofertë, super zbritje, edhe mos harroni me u bë pjesë e lojës shpërblyese, po vazhdon loja shpërblyese. Kur të rimbushni makinën vlerë ma shumë se 10 euro, merrni një kupon 22 kupona, 33 kupona tutje, edhe mundri me u fut lojë shpërblyese për me fitu veturën, për me vetur fitun. Qysh dush mund me i thonë. Po mirë është vesh me rëndësi. Po me rëndësi pe din që te vetura e kon fjallën. Sa i përket komunikacionit, jo vazhdojnë na tregoni ku janë ato pjesë më të ngarkuara, derisa kem në Albi Mall na treguan se po vazhdojmë që janë shumë ngarkuar dalja autostradës në Fushë Kosovë, po vazhdojmë që janë shumë ngarkuar dalja ose çastja për të krethi Çaklavicës drejtim Prishtinës, Vetërniku Kolon, për me shku poshtë Kolona përshije deri tek krethi ambasadës amerikane. Pastaj po mbetet nga fshati Shkabaj deri poshtë Vetërnikut me Kolon dhe rruga Agim Ramadani tani është e ngarkuar nga komuna deri tek rruga B. Qofon komplet është me Kolon. Deri te rruga B para minuta. Prej komunës deri tek rruga B, aty do të thonë janë disa kilometra të lezetshme edhe ka dalë. Po, thesha i fion edhe metun pa iqit një 2-3 shtëpi ashtu në rrugën Agim Ramadani, po i shumë kënaqë i fion. Shkoj dimri, metun edhe na. Jo pi bojmë, jes pe bojmë, hajde. Tjetër është na i tendere fitojna. Tin tjetër tani po thonë ka muhe komunikacioni, kanë me orë trenat, e tramvajat, e çapo diune. Do të thonë viti tjetër prej rrugës Agim Ramadani ose i heqish hajte plepat deri te rruga B për sa 5 minuta. Se po, teta se. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Seladini, nga Kalifornia. Si edhe si kalon? Mirë, jo si jeni. Si e ke pas ditën? Po, zakonisht si punë. A ki punën e rana të letë? Ja, punoj në kuzhinë në spital. Në kuzhinë në spital. Qysh është ushqimi atje në spital, po du me ditë? Zina, jonë 3 meni. Jonë full cost, life cost edhe për diabetes edhe dhe që tu s'kum rri, do më thonë se kum kryshë të korsë. Tu ma shep. Vesh nivelin ojke. Se fajte, është ushqimi për shembull me mish, edhe është vegetarish, edhe i kina edhe një meni që ju jepim arsim vegetarish. Biocion edhe një ushqim e kena edhe një ushqim e kena për këta që bojnë operacion aty me tjetë asistentin aty duhet muzi pak ma tjetër ma ndrysha, që ringoti atje loj supa Nese Jo, supa jo Bohet mishi i blun në forma për shemë që pullës i kacit edhe sozja vjen pirea edhe këto gulash miroshim Mirë është, ajo është tjetër, ajo është majtë. Të natë mytë me i njërë gulashet, po të galëzoj. Pa ma një pasull me gulash, do më thonë qatje kulmi i njërë. Ose gjysh pash para mendoje erën e spitalit, kombinim me najfar gulash, janë me pasulli. O, shkova një ditë një onë që shto. E kina prjetu krejt këto, më stani, ose që bapa që të vjen dikush pe jashtit. Po, shkova me, qëta keshtu thonë, shkova me vizitu, do me thonë janin, si më dojnë pja ty. Ndëgjëm, shkova me vizitu një ditë janin në spital, ishë në Peru. Edhe, kur gjatë durë që shto edhe si më dollë pja ty i drejnë që baptore o vike era që bapa nëse cilën dhomës me ta marrë menja i kishim pas grado me thonë me të madhe nese, mirë ju boft hajde tregona për dhjetorin tregona momentin ma të mirë dhjetorit po të në 4 dhjetori 1987 në dita martes ta një fshat mirën se unë mekshi jo nipat, jo djemt, jo fmija, jo qikat, jo e qysh janë bota po qashto bre, do më thonë dhjetorin te ki momentin ma të mirë kur je martu dhjetorin ma i mirë për ty është po se tani më s'ka momentet mira martes për i bja se rajten 38 vite, këtë 4 dhjetor a je i lumë tërë sigur atëherë? Po, jam i lumë tërë shumë E gruja... Po na me po një lumëtën, edhe gruja është. A je sigur? Grunë se 4.000 e kom. Po a je sigur që është e lumëtur ajo? Po, mos me konë lumëtën s'kisha net me to. Okej. Faleminderit shumë që na ke thirrë, po ka qenë kënaqësi që kena fol. Hajde ton. Përshafojmë shumë, faleminderit. Çto sa harroj.
Qysh ke? Vegetarisht. Vegetarisht. Unë me dë e niva, vegetarisht. Vegetarisht. Më nova mos diçka dietale. Sa harroj. Më thon Fiona sot e ka frizurën nga jeta vegetarisht. Vegetarisht. Çe telefonata tjetër. Jeta Bahulli Hair and Makeup ka super oferta për dhjetor. Mos harroni me këshyr në rrjetet sociale. Alo. Jo, Allah s'po i laç tash që më lajn televizorin shut hesh pas. Çe tjetër. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Po si me tin vonë. Nazmi jo. Ku je bre Nazmi? Çe vallai ku jeni jo? Çe mirë ti qysh je? Qysh po kalon? Si po kalon me cimin? Po qysh kalon njeri me cimin? Çello ja. Shumë bukur, shumë bukur. Një shok tha po dokni shumë të lumtur, thash po na paguajnë, thash për mu dok lumtur. Se në emisione tjera të lame, për leshje, për një me domethën intensitet. E kena thon sa herë. Shumë shpesh domethën para emisionit mundna mi pasë në ato problemet tona, jo në Fiona, po kështu problemet tona. Amo për momentin që ulem që do i thojnë Amir Mrama, domethën më ato i lajna çanë janash. Kisha me thonë të derë, apo s'kena derë, po që aty dikon, në tavolinë. S'kena derë. Që, hajde nas. Ja, shumë bukur që ka lënë mirë. Urnani. Ju kom thonë që na jep shumë energji të mirë emisionin. Tregom cili është momenti më i bukur i dhjetorit për ty. Momenti më i bukur është shumë i bukur se poga 12 ka ardhur. E 13 mos ka ardhur, se 12. E 13 në vërtetë se u habita. Bravo Cim. E 13 po. Qa ashtu vrenaz se s'pa përmeni kërkush ashtu. Nëjë të dikush të me ras 12-ën, nuk i ki keq. Po nëjsa, muj 10 orë është muj... 12-ën, 13-ën, 14-ën, i nërë për njëherë. Ano, nuk u havgju, po... Do me thonë, një pas keni marrë rrugat e 13-a. Po, i kena marrë dhe... A e keni marrë plot, shumë bukur, po, pra. 100% a që është nazë? Jo, 100% jo. Okej, do më thonë se dikush na e ka sqaruar një herë që është pak në bazë të hyrave, nuk e di çu ka qenë sistemi. Po me rëndësi ke marrë diçka ekstra. Do vite më herët i kena marrën kështu të plota, më tash që 10 vite jo. Okej. Se edhe ka janë bo pak ma kursintor, pak. Kriz, po. Kriz, e ka kërë kriza, thotë. Ej, faleminderit shumë, faleminderit që na ke thirrë. Mendet që është e kalofshi mirë, çdo të mira. Faleminderit shumë, faleminderit. 049 pjesën e dytë mesazhet. Po jo, se është jo tjera të menoj. Ku met, more, se problem, more mi gjithë. Më thonë që për atë punën që patu për pensionin, as që kina kontribu 15 vjetë në Kosovë, që apo dhjune. E që nuk ju njëhet sot kontributiv. Jo, që i marrë 150 euro, kështë që aden që ka që nuk ju njëhet një periud e saktume. Mësusi nga zhegra unis prej vetës, ta unë të më thonë e konë pensionin e Zvicrës dhe se ku marrë pensionin këto, edhe tha i shkonë mirë njerës që nuk kanë kontribu fare këto, të më thonë për me u tërjek, aden është një farë. Nuk tha ata që jetojnë këtu? Jo, edhe ata që kanë kontribu, edhe mos me marrë asë një pikë mbështetje financiare. Me mujtë tani qëta që se marrin pak me avrit pensionit, qështu e pat? Mësusi e pat shumë, dhe më thonë, po kush do me keq kuptu, keq kupton, si do që ta thotë mësusi? Ama e për të mire e pat, bre mësusat gjithë kanë folë mirë, edhe pse na kanë kritiku ka njere, po e kanë pas pse na kanë kritiku. Qysh me konë mësus nëse s'kritikon? Pa i kum rapi shmën që se kum dëgju nonën, tha pse që ka thonë, pa po se kum dëgju. A dhe në të mësusje që është. Nuk e di që ka thonë. Nuk e di. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Ju përshëndes nga Zvicra. Kush për na thirë nga Zvicra? Me rogën e 13 në gjep? Jo s'kam rogë 13 se jam pensionere. Me pensionin 150 euro. Kush na ka telefonu, tregona? Nejmie Salihi. Nejmie, si kalon? Mirë shumë. Po më vjen shumë mirë. Momenti më i mirë i dhjetorit për ty, cili është? Për këtë vetë, a për gjithë vitet? Ty e tregon për cilin dush, unë s'ti dita që shi ke pas momentet e. One po thamë për këtë vetë. Hajde, cili ka qenë momenti? Momenti i mirë në 28 nëse fiton Albini. Hajde, faleminderit shumë, përshëndes, shumë kalofsh mirë. Soja nisë më mirë. Ma mur menja po, ma mur menja që do më thonë dej në fund dikush pak pa çet tjetra. Alo. Hajde, shpojna, se qëtaj kum që përfollim për politikë. Jo, jem këtyra atu, krejt. Alo, përshëndetje, telefonata. Është e fundit me gjas. Mos na dëgjoni përmes televizorit. Jo, se lone me na dëgjues, veç kesh tu e gjip rubrika tjetër. Çe tjetra po kam rubrika që do të lezetshme. Mi vita. Hajde Batir, bre diçka pozitive më në fund. Batir. Cili është momenti më i bukur i dhjetorit për ty?
Ma mirë, mas me folë se kesh mi jo. Jo, nuk keshim, nesër varet çka thu. Hajde Bater. Mirë mama, ju përshëndeti, e gjithat mira. Edhe na të përshëndesim. Momenti më i mirë për mua, më i bukur është se nusja i 83 vjet, unë muajt i bën 84. Në fund muajit e feston ditëlindjen. Pas ka një super fest. Po keni afru Bater, ha? Ka po dilnia, ka po shkon, ja. Ku keni vendosur me kalu këtë ditëlindje? Qëtë ka me ble, kur gjësë, kjo i ka unazë, atë i ka rjek, i ka qitë vitrinë, që atë i ka qitë një kuti, i ka lonë, ty bë një gjithë dorë hetë. Anja, bo një buqet me lule, Bater. Vlen ka një herë ma shumë se çdo unazë. Që të në para bërë dhe lule janë ja jepi do. Lull, po, thavi që në aspirent qaja, dhe në kështë që mi janë një mund pak. Faleminderit për të përshëndesim, kalom shmirë, se po mënu me morë dhe një telefonat, kjetu na aprit që kje telefonata, po pas ka shku. Nese, faleminderit se cilit prej juve, kaç ishte koha me koha vizionin për pjesën e parë. Në pjesën e dytë ju mundri me vazhdu që as keni mujt me marë linjën e qeni shumë, mundri me na shkru mesazhet edhe na mi lexuam pjesën e dytë. glamradio.fm glamradio.fm për juve që dëni me na ndjek tutje ose vish kërkoni Glam Radio e Gjani online dikun. Mos harroni me bo ato që duni me bo çdo muaj, me jep shumë dashni, paqit plot shëndet. Glam Radio në gjeni edhe në rrjetet sociale, në Instagram, në Facebook, në TikTok, edhe në kanalin tonë në YouTube, ku i keni të publiku me krejt emisionet tona nga hanja në të premte, nëse doni me i parasisht. Kështu që na bëni subscribe, për ndryshe në pjesën e dytë mund të na dëgjoni përmes frekuencave dhe përmes portalit tonë, kështu që dëgjohemi pas pak.